Fatime El Fihri, drita e dijes që ndriçon botën. A e dini se universiteti më i vjetër në botë u themelua nga një grua e jashtëzakonshme? Le të zbulojmë së bashku historinë frymëzuese të Fatime El Fihri. Fatime El Fihri, një figurë e ndritur e shekullit I në Fez, Marok, ishte një grua e arsimuar dhe e devotshme. Pas vdekjes së babait, ajo trashëgoi një pasuri të konsiderueshme dhe vendosi ta investojë atë në dijen dhe besimin islam. Ky vendim I saj do të ndryshonte historinë. Në vitin 859, Fatime themeloi Universitetin Al-Qarawiyin, një qendër e dijes që vazhdon të funksionojë edhe sot. Ajo personalisht mbikëqyroi ndërtimin, duke agjëruar dhe duke u përkushtuar plotësisht këtij projekti madhështor. Ky universitet u bë një vatër e studimeve islame, shkencës, matematikës dhe filozofisë. Historia e Fatimes na mëson se dija është një shtyllë e rëndësishme e islamit dhe se gratë kanë një rol kyç në përhapjen e saj. Ajo na frymëzon të ndjekim pasionet tona dhe të përdorim talentet tona për të ndërtuar një botë më të mirë. Për studentët, historianët, besimtarët dhe gratë, historia e Fatime El Fihri është një burim I pashtershëm frymëzimi. Ajo na tregon se me vizion, përkushtim dhe besim mund të arrijmë gjëra të mëdha dhe të lëmë një trashëgimi të qëndrueshme. Jeni gati të bëheni pjesë e historisë? Ndani këtë histori frymëzuese me të tjerët, ulumtoni më thellë rreth jetës së Fatime El Fihri dhe reflektoni se si mund të kontribuoni ju në përhapjen e dijes dhe ndërtimin e një të ardhmeje më të ndritur.